Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në një video të re në kanalin tim. Mos harroni të bëni subscribe ju që jeni të rinj. Pjesa tjetër, as vetë nuk e di çka kam thënë, por nuk e di çka i ka ndodhur zërit, kështu që u detyrova ta bëj me voice over videon. Mbaj mend që këtu po ju tregoja sa mirë më dolën flokët, që i kisha lyer nga video e më përparshme nëse keni parë. Edhe i kisha pjastruar dhe jemi bërë gati që të shkojmë. Jemi duke shkuar tek lojrat, tek një kënd lojrash i mbyllur, që të takojmë Grace, ndërkohë ecuria e gishtit tim të djegur. Edhe çapaçulat këtu, Roeli ishte marrë kufjet, Alina zgjodhi të qëndrojë nga dritarja në autobus, se shpeshherë kanë sherr kush do ri nga dritarja e kush jo. Po për momentin ishin në rregull. Prit të shikoj pak. Prit pak. Mos më Lëre të fluturoj. Alina's ready to fly. Wait, she's having her time. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët sërish në kanalin tim në një video të re. Edhe nëse jeni dhe ju të rinj si video ime e re, bëni një subscribe, sepse që pas copyrightit e dini ju, duhet shumë punë që të vazhdoj siç duhet kanali. Tani unë kisha bërë hyrje në mëngjes, po kisha shtypur mikrofonin pa dashje se e mbaj mend shumë mirë që e ndeza, po si duket e fika prap. Shpresoj që muzika që ka vënë Erioni andej të mos kapet këtu si copyright. Anyway, mbaruam të lodrat, kemi ardhur në shtëpi edhe do ju tregoj pak pakon tjetër të shenjë që kisha marrë, se kishin ardhur vetëm ato xhinsat e Roelit, kështu që të Roelit. Edhe do hapim pakon tjetër. Jo, mami, po prandaj duhet veshësh një triko, nuk rrihet lakuriç. Po. Jo. Në prit, mami, nuk janë për ty ato. A je pa triko sepse do të provosh bluzën? Jo. A ja, këto janë shumë të bukura që janë kanë. No, I'm not gonna wear those. Okej, mund t'i shes prap. No, Edhe këtë, I shumë e like bukur kjo them. me kapuç. Është material kështu i lehtë, si I want pranveror, vjeshtor, por shumë të bukura këto, sa për të ndruar. Meri, ti gëzosh. Alina, Mom, but say sot na dha që ti qosh të rafti jot, se do i palos gjithë rrobat nesër dhe i laj. Alina si na ka dhënë shoqja Emma, ka një çantë plot me rroba e gjëra dhe po i shikon. Shiko sa të bukura Alina, këto e mora Alinës. Qizme si agsat me qasme. Gjithë push. Shumë fluffy, thot Alina. Duken materiali fort, sepse është plastik kjo. Kështu që shpresoj se Alina i prish gjitha këpucët këtu. Pa përjashtim të gjitha, kështu që let's see. Edhe po i thash fol me babin. It's your choice. Po e le që të lozi pak. Kjo është kostumi i Alinës, tjetri, që në ka pak si i madh, po hajtë se dhe Alina është rritur, me këtë trikon që bën meqi. Si do e bëj këtë holun me 1000 interruption. Okej, ky materiali është sfungjer. Nuk më pëlqen, por rroba shenjan, hajde sa për të ndruar ndonjëherë. Jam okej. Qa ke Roel? Një tjetër ndërprerje publicitare dhe ja, harrova prap të vendos mikrofonin.
Anyway, këto janë jeanset e Alinës, jeanset e klysura. Edhe të Oh gjëra my në god, fundit. those are so Të cute. pëlqejnë. Si ti pse duken të mdhaja? Për çfarë moshe i ka marrën? 5 vjeç. Kujdeso mami se thy kokën. Po duken të lezetshme. Megjithëse Alina është rritur ose shenjë ka prerje të mdha, nuk e kam idenë se s'ka marrë ndonjëherë nga shenjë në të drejtën. Kjo është shumë i mirë. Janë këto tutat, që edhe këto vinë të gjëra nga fundi, edhe kanë materiali që nga i mirë, i butë, por i shumë i hollë. Shumë këto vijat janë pothuajse të dukshme, edhe ka edhe këtë trikon që është gati crop, me këtë logon këtu që thot be awesome today. Qaro. Këto shkojnë shumë edhe me qizmet kaf që ka marrë. Këto qeset mbajta dhe tjetrën më duket, edhe mund t'i përdor kur i vendos ndresat e shkollës të çantës, se përdoren. Mora. Këto, edhe këto që kanë material sfungjer, si sfungjer, nuk e di. Janë golfa, me mëngë të gjata, të thjesht mora 3 ngjyra, të zezë, kafe, të bardhë. Edhe zihun të bardhë, jo, kjo është si ngjyrë qumshi në fakt. Mund t'i veshi dhe Roeli edhe Alina poshtë rrobave në dimër, ose edhe për të dalë në ndonjë gjë. Janë okej. Për shtëpia këtu nuk është okej. Ka marrë shumë të mira këto çorapet. Për Alinën 2, 4, 5, 6 palë. Janë me këto ngjyrat e tokës, edhe një palë të bardha. Janë goxha të gjata këto, domethënë edhe me çizmet, si aks gjasme, dalin nga lart ose me streqe, janë shumë bukur me fund fustane. Me kështë edhe Ema shoqja fustane. Kurse këto çizmet, pse më duken të vogla këto? 29. Sa cute që janë, shikojeni pak. Okej, kanë qenë në kuti. O, Alina, do t'i mbyll pastaj, ma i ke vesh mbrapsho, mami. It's the wrong side ke këmba. Kanë zinxhirin mbrapa. Këto ja bash një gocet e kopshti. Te nursery po punoj unë, më pëlqyen shumë dhe kur po i ndroja rrobat, se lagen normalisht, e pas që ishin nga shenjë, çfarë e thuhet, se kam ide. Edhe janë shumë cute. Provoj pak të njëra të bënë, mami, se më duket e vogël. Se këto janë 28, çizmet 29. Po. Ja dhe tjetra. Shumë të bukura, këto më pëlqejnë shumë. Të bën? Po. Okej, super. Ky ishte haul, ka marrë dhe një 2 libra për Roelin, që më duhen. Edhe kështu, ka marrë dhe ca manikyr gel. Jo, as janë. Ka marrë ca ngjyra. Po, nuk do i hap tani, do bëj një sistemim të manikyrave gel, kështu që mund ta bëj të një video tjetër ose kur të kem kohë, ose te kjo video, nuk e di. I will see. Kështu që ky ishte haul për tani. Një pimple këtu të hunda, por anyway, fytyra është goxha më mirë nga produktet që kam përdorur. Se tani që kam dhe shumë dritë, shikohet dhe më mirë. Edhe, domethënë, edhe make-upi duket shumë herë më mirë. Roller skates nga Ema. Edhe shumë fustane dhe gjëra të bukura që duhet t'i sistemojmë. Edhe i themi, shumë faleminderit Emës. Edhe pellushin që kishte Alina sot, edhe shumë fustane gjëra të tjera i kemi nga Ema, edhe është kënaqësi t'i veshim, sa ajo është një gocë shumë e mirë, e mrekullueshme, e bukur, e këndshme. Edhe dëgjon ma. Un kind of, thot Alina. What does it mean kind of? Më dëgjon shumë herë, pak herë apo fare? Okej, po i kthej mbrapsh këto rrobat që t'bleva, pra. Ja. I kam vënë krejt këtu, që t'i shofi edhe Erioni, të zonjës Alina, se
po më bënte sanduiçin. Erioni ka shumë qef gatimin, ndryshe nga unë. Edhe sanduiçet I qan. Ka futur salqiqe, djath, sallat lakër dhe karrot, vezë të skuqur, qep, tomate. Ha mami. Tani, onda fërmajni video prap. Shumë video kemi me bë. Po, sot. Edhe unë duhet me mbaru shumë shpejt, sepse ka shumë me bë. Okej, do filloj tani. Kjo është makasil e ma kjo. Edhe kët. No, ngani. Kjo është super. Nëse e ven, do dukem shumë bukur. Tani, kjo është shumë e bukur me hat. Edhe mund të lëvizhësh pak këto. Edhe kur e vesh, of course të duken shumë bukur. Jo, Alina, nuk do e marrim, mami. Na kanë dalë gjërat e vitit të ri. Sa bukur janë. Shumë bukur. Ora 7 pa një qerek. Është nga që ka re, se do bjeri shi, duket dark, vërtet, duket si natën. Edhe kemi ditën e fotove sot, prandaj kemi dalë herët shumë. Koha tani për të bërë një super unboxing, që është kjo security camera. Nuk po e lexoj që të mos e shqiptoj gabim, por XG10 4G. Unë do ju vendos linkun që ta keni poshtë nëse doni ta blini pastaj e të gjitha. Por me sa kam parë është fantastike. I thot disa nga opsionet që ka këtu: two-way audio, PIR detection, nuk e di se çfarë është kjo fix, duhet të shikoj me vëmendje, color night vision e të tjera. Edhe mezi pres ta shikoj. Ka disa kohë që I kam thënë Reli Dalinës se do marr kamerë, se e dija që do m'vinte. Edhe do ta shikoni pastaj kush, se do e zgjidhim kush e nis sherin I pari, se njëri thotë jo nuk bëra unë. Nëse nuk e kanë parë akoma, se thash doja t'i bëja unboxing dhe t'ja tregoja juve përpara. Edhe për çmimin që ka, realisht ja super vlen. Ndërkohë që del nga kutia, po përfitoj t'ju them ato që më tha menaxherja, me të cilën unë kontaktova për këtë bashkëpunim, është që mund të punoj edhe me kartë telefoni, kartë SIM domethënë, me internetin. Edhe nëse nuk keni wifi në shtëpi, edhe mund të ketë dhe kartë memorie, nëse doni që kamera të regjistroj, ose ta shikoni direkt nga telefoni, edhe të ta shikoni edhe pastaj. Ja ku e ka edhe 3G, 4G. Ky është manuali I përdorimit që të tregon çdo gjë në shumë gjuhë të botës. Edhe unë normalisht do përdor atë në anglisht, sepse atë kuptoj. Këtu janë disa pjesë për ta montuar. Është fisha që e karikon një kaçavide vogël, edhe ato këmbëzat, nëse ju doni ta montoni me vida në mur për shembull, për të patur një siguri nga jashtë tek dera, ose për fëmijët është shumë e mirë. Edhe kjo është ajo gjë për cilën po ju flisja, që ta montoni në mur. Edhe është
thjesht fantastike, besoj që i duhet çdo shtëpie, domethënë një kamerë kështu për siguri. Sidomos kur keni fëmijë të vegjël apo kafshë shtëpiake për shembull, ose edhe thjesht për të parë delivery, posta që ju vjen. Nejse, koha që të shikojmë kamerën, shikoni njerë sa bukuroshe që është. Këtë përshtypje kisha kur e hapa. Edhe nuk është e vockël, por as e madhe, sepse kam parë disa kamera sigurie, por besoj që është një përmas normale. Aty mbrapa, në mes të këtyre dy të bardhave, ka vendin ku vendoset fisha për karikim, edhe gjithashtu butoni me të cilin e ndez. Kjo rrotullohet nga të gjitha anët, lart, poshtë, djathtas, majtas, e komandon me telefon pasi ke shkarkuar aplikacionin, edhe është shumë e lehtë në përdorim, siç do ta shikoni edhe etapat që unë do t'ja tregoj, domethënë se si që ndoqa vetë tek manuali i përdorimit, është të bëj një përshkrim të produktit, domethënë si është mirë që të vendoset, pastaj skanohet ky QR code që të shkarkoni në telefonin tuaj aplikacionin që ju duhet për ta vënë në punë, domethënë. Është shumë e thjeshtë, fare e thjeshtë të regjistrohesh me një adresë emaili tek aplikacioni, edhe të vjen konfirmimi në email, pastaj thjesht për të vendosur një password aty, edhe bëhet connection link me kamerën me telefonin. Unë këtu tani kam bërë screen record dhe kam vendosur në tapet thjesht për ta provuar, që dhe ju të keni një ide, domethënë, po edhe unë po e provoja për herë të parë. Siç e shikoni, unë shtyp këto butonat që këtu dalin me dritë tek telefoni poshtë videos, për të shkuar djathtas, majtas, lart ose edhe poshtë. Nëse jeni për shembull në punë edhe ju doni ta shikoni diçka, nuk e di, që doni ta kontrolloni, mund ta komandoni domethënë nga ky aplikacioni që shkarkohet në telefon. Dhe ajo që më pëlqeu është se bëhet zoom, shumë zoom, edhe derisa siç e shikoni mund të lexohen edhe librat që ishin të vendosur diku aty. Kështu që kjo ishte një nga gjërat shumë të mira, edhe nëse është në cep të dhomës lart për shembull dhe do ta bësh zoom për të parë fëmijën te krevati ose çdo gjë, thjesht fantastike. Nuk pata mundësinë ta provoja me Roelin e Alinën, se nuk u akorduam dot gjatë fundjavës për ta bërë, por po, ja super vlen. Patjetër që të tregon datën, orën, mund ta bësh që të regjistrohet ajo që filmon, mund ta bësh të kaloj më shpejt, më ngadalë, ta kthesh, ta shikosh prap. Fantastike, super sugjeroj. Më në fund, në dolën gështenjat edhe këtu. Në supermarket, domethënë, se kështu mund dalësh ti mbledhësh, po i kam zier, harrova t'i mbaja ca që t'i piqnin. Edhe gati. Normal me verë të kuqe. Kjo është nga të preferuarat e mia këtu. Nuk është shumë e shtrenjtë, edhe përgjithësi këtë marrim gjithmonë, por sonte ka lezet me verë. Ndërkohë bëra gati drekën për nesër, makarona me gjalp që ju bëra kalamajve, bizele të ziera veçmas, edhe misër, po zgjedhi një vezë të vendos lart, edhe mund të marr ndonjë mandarin me veta, ndonjë frut të thatë. Edhe kam ngrënë gjithë javën të shkolla, në fakt drekën e shkollës, po sot po e bëj vetë për nesër, e premte. Pa. Këtë të shikoj pak si e vesh, largoj e çantën njerë që kem kostumin. Wow, njëra. Wait, I've done it in mine, don't worry. Okay, now I know. Unboxing headphones. Oh, sa të bukra. Vendosi pak. Kujdes mos I thysh.
Po pritmi Alina se ta shikoj ma kanë karikima si janë, shiza të bukra. I hapi vet unboxing. Als koffietje. Ka ardhur koha që të bëjmë update-in e produkteve Snap që unë kam përdorur prej paka shumë një muaj. Ju këtu në YouTube i keni parë, por ky është një reel që unë përgatita për Instagramin, për t'ju treguar paka shumë një prezantim të produkteve që ju thash e keni parë, edhe QR code për të lexuar në gjuhën tuaj. Sonte kam vendosur që të bëj një nga këto maskat, ju i keni parë vazhdimisht, është kjo detox këtë herë. Edhe kjo është fytyra direkt pas heqjes së maskës. Tani nuk do bëjmë sikur maskat bëjnë mrekullira që të heqin pikat e zeza që ke pasur ose çdo gjë, por është kjo ajo që dua. Domethënë, edhe kur vendos make-upin, fytyra është më e lëmuar, më e pastër, siç e shikoni pjesa e mjekrës që unë kisha kështu e kisha më përpara, më problem domethënë. Absolutisht ja vlejnë produktet e Snap. Hey guys, shit. Rasa, what can you smell? Mushroom sauce sandwich, please. Duket. Drejt në ande. Chicken flavor of that, please. I have Bluetooth on my watch. Po, mami. No, duket se jo. Bluetooth? Because I can connect it with Alina's. Which Alina's is my Bluetooth. Ora e Alinës? O Alina. Headphones. O Alina. O Alina. Po ti pse ja prishti fotot ti? Oh, kujdes! Ma je... Toj që vogët. Ik Alina, Alina, stop mami. Mund ta... Po pse s'do ta lesh motrën të bëj foto? Alina. Let it go. Quick, e bëra. Let it go. E bëra. Mango apple Kjo juice. është mango. Provojo. Po kjo tjetra? Kjo është me Sprite dhe apple juice. Shumë e mirë që nga kjo. Është ato, moment që të shumë. Qëndete. I'm gonna try it. Pokemon. Që e ke marrë këtyra të This is... Pokemon. Prit. Prit se ke tënde një herë ti. Qa është ajo Roel? Kjo është dhurata. Qenë ka arush. Ta hap Roel të shikoj. Sa i bukur. A do ma falësh mua Roel të vete çanta ime s'pas ka kështu që vendosët. Oh, mami. Po nuk pas ka kështu që vendosët. What the fuck? Shumë cute është. It's for Halloween. Për Halloween, pse... Edhe Alinës do i ketë të njëjtën. Idhi dhe chicken nuggets këtu brenda, bravo. Po ne që na ke marrë? Mom, it's for Halloween, you see? Pse kanë lënë të mishin kështu anash, sigur e ka hangër dikush. Mbaj për veta të saj do thunë. Wow. Jo, është kut më, e kanë dhënë. Jo, mbaj vetë, një po të tjetrën. Ne, është. Kujtojnë ato videot që më patën në McDonald's. Ta shikaj të tjetrën, se ke edhe dy ti. Janë një lloj, me qa janë? Po, më jep këtë pjesë. Nuk e ka kap shumë njeri. Po mirë, thjesht nga ideja tani. Ju bëft mirë, Roeli mbaroj. Sa e Give butë me është my teddy paninja. bear. Prit, mbarosh një